Turi i ri i inaugurimeve e ka çuar kryeministin Berisha në Pogradec, ku ka prerë shiritin për nisjen e ndërtimit të rrugës Qaftan-Lin Pogradec. Projekti i rrugës prej 22 kilometrash parashikon zgjatimin e tij në formën e bulevardit nga lini në Tushemisht, ku po investohet dhe përmbajtjen pastër të ujrave të liqenit. Sipas kreut të qeverisë, ky investim e rreth 2 miliard lek do të shndërrojë bregun shqiptar të liqenit të Ohurit në një zonë të zhvilluar turistike. Së bashku me bulevardin e ri që ndërtohet, krijohet këtu infrastruktura me shkëlqyer për investime. Faktikisht, vlera e tokës ka filluar të rritet ndjeshëm. Kërkesat për të investuar buzliqenit dhe në qytetin e Pogradecit janë të mëdha. Duke theksuar se me realizimin e këtij projekti përmbushet dhe një nga premtimet elektorale, kreu i qeverisë tha se qëllimi kryesor i investimeve është arritja e standardeve europiane. Dhe ju siguroj se çdo premtim elektoral do ta shprehim çdo ditë, çdo javë, çdo muaj në realitet me qindra projekte. Do ta ndryshojmë këtë vend dhe në krye të 4 viteve do të kemi Shqipëri tjetër. Shqipëria europiane është destinacioni ynë.